Miqtë mi të dashur, vazhdojmë tutje me një tjetër material i cili ka të bëjë me këto lajme të fundit që po dedikohen personave të cilët nuk bëjnë ndonjë gjë apo nuk kanë ndonjë punë publike. E kam fjalën për Nusën e Shyhret Belulit dhe Nusën e Nusret dhe Merita Muqiqit, të cilët që nga viti 2016 nuk ka ditë që nuk ndodhen në lajmet e portaleve tona. Si erdhi deri te kjo pjesë? Çfarë po ndodh me to dhe si po ndihen ato nga gjithë këto lajme për një kohë shumë të shkurtër. Materiali në vjem do t'ju shpalos më shumë detaje sa i përket këtij fenomeni. E ndjekim historinë nga Maki Bajrami. A keni menduar ndonjëherë se një ditë do të bëheni të famshëm, edhe nëse nuk jeni politikan, biznismen, aktor, sportist, këngëtar, prezantues apo ushtruesi ndonjë detyre publike? Të bësh figurë e njohur sot është shumë e thjeshtë. Ekzistojnë mënyra e forma të ndryshme deri te arritja e këtij titulli. Në vendin ton, ka shumë persona të cilët përveç se janë të famshëm, ata gjithashtu janë edhe në qendër të vëmendjes. Këta persona nuk kanë shënuar ndonjë arritje në jetë për të cilën do duhej të diskutoshin, por janë bërë të njohur nga meritat dhe në krajt të dikujt tjetër, pavarësisht se ata mund të jenë shumë të zotë në profesionet dhe zanatet e tyre. Këtë fenomen më së miri e sqaron shembulli konkret. Nuset, asnjëherë më parë nuk kanë qenë më në trend se sa vitet e fundit, veçanërisht në 2016-ën. Madje shumë djeme vajza përfituan nga ky trend, duke u çiftzuar për javë për muaj, e madje kishte edhe prej atyre që u bën prindër ende pa u njoftuar plotësisht me botën e të martuarve. Kush ka dëgjuar më parë për Learta Jakupin, një vajzë e re nga Vushtria e cila punon në një klinikë të përgjithshme private. Jeta e saj prej një vajze të thjeshtë të zakonshme ndryshoi në momentin kur ajo takoi princin. Personalja e bukuroshës Jakupi nuk qe më vetëm çështje e saj. Me apo pa dashje, ajo dhe bashkëshorti Kushtrimi u bën personazhe publike për një kohë të shkurtër. Kushtrimi, djali i Shyhret Belulit dhe Learta, reja e saj, të cilët u martuan në tetor të 2016-s, për gati një vit ishin çifti më i përfolur në trojet shqiptare. E duke qenë se Shyhretja është ndër këngëtarët më të njohura në vend, spatën se si t'i shmangën daljes nëpër media. Ata krijonin lajm në çdo paraqitje që bënin. Njësoj ndodhi edhe me çiftin tjetër, Albatrit Muqiqi dhe Ekzona Brahima, e cila aktualisht punon në një studio bukurie. Djali dhe reja Nusret Muqiqit dhe Merita Spahiu, të cilët u martuan në nëntor të 2016-s, ishin po ashtu një ndër çiftet më të përfolura të vitit që lan pas. Ceremonia martesore, momente nga përditshmëria e tyre, gjithashtu pushimet luksoze të çiftit në fjalë, ishin të pashmangshme, sidomos nga mediat elektronike. Madje, edhe ndjekësit në rrjetet sociale, sa vinin e shtoheshin në profilit e Albatritit dhe Ekzonës. Edhe pse momentalisht ata mund edhe të ndihen më komod përballë artikujve medial, kjo rehati nuk do t'ju zgjas edhe shumë. Njohov si ai para pak muajve, ata do ta kenë sërish në momentin kur Ekzona të sjell në jetë fëmijën e parë. Të bërit prindër dhe kujdesin ndaj të vegjëlve, do të jetë edhe një tjetër kurreshtje për të gjithë ndjekësit e këtyre figurave të reja publike. Nuk janë të vetmet Learta e Ekzona, të cilat me apo pa dashje u bën figura të njohura në vend. Kjo listë mban edhe shumë emra të tjerë të cilët gëzojnë publicitet pa ndonjë arsye të veçantë. Por si ndikon ky fenomen tek masa dhe cila është arsyeja e gjithë këtij marketingu, kanë arritur ta zbërthejnë sociologët. Sipas mendimit të tyre, ekziston një shtresë e përbërë nga pak individ të famshëm, të cilët vazhdimisht janë të pranishëm në media. Mirë po, jo për shkak të arritjeve profesionale, por për ndonjë faktor të rëndësishëm, i cili shndrohet në mundësi të madhe fitimprurëse për vetë ata individ, mediat dhe bizneset. Sociologët gjithashtu mendojnë se fama e tyre shfrytëzohet nga mediat për të arritur audiencën, gjë që ndikon drejt për drejt në rritjen e mëtejmet të famës. Bizneset të shfrytëzojnë këtë mundësi për ta zgjeruar bazën e klientëve, të cilët në mënyrë direkte apo indirekte janë të ndikuar nga trendet që diktohen prej individëve që janë të famshëm vetëm për shkak se janë të famshëm. Si përfundim, të jesh i famshëm vetëm për shkak se je i famshëm është një fenomen bashkëkohor i cili paraqet dëshminë ndërlidhjes së jashtëzakonshme globale mes mediave, biznesit dhe pop kulturës. Të thyesh internetin pa e pasur synim, kjo edhe mund të quhet arritje.